billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Besimtar të nderuar, së pari ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Pastaj u bëj për hajër ardhjen e muajit të Ramazanit në emërtimin, në emër të kryesisë së komunitetit musliman shqiptar në Zvicër dhe në emër të gjithë xhamateve dhe xhamive tona këtu në Zvicër. Elusë Allahun xhaleshanuhu që t'ju fal një Ramazan të begat edhe të keni shëndet e agjerim të lehtë. Qoftë ki një Ramazan i jetës son, një Ramazan i veçantë, një Ramazan me plot dritë dhe iman. Ky muaj është muaj i Ramazan, ku Allahu xhaleshanuhu e ka përmendur me emër dhe atë vetëm një herë në Kur'an. Sikur don Allahu xhaleshanuhu me na thanë se ky muaj është një shans jete. Ramazani që përmendet vetëm një herë, ku Allahu thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." E kemi zbritur ne Kur'anin në muajin Ramazan. Pra një muaj që duhet ta shfrytëzojmë. Aty ka zbritur drita e natës së Kadrit, për të cilën dritë sot kanë nevojë zemrat tona, shpirtrat tanë, avlitë tona, shtëpitë dhe qytetet tona. Sidomos në këtë kohë ku errësira morale ka kapluar gjithandej, ku skandalet njerëzore kanë kapluar gjithandej, kemi nevojë për dritën dhe udhëzimin e këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Për atë dritë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur lind drita e hanës së re të Ramazanit, ose kur lind hana e re e Ramazanit, shkëlqen froni Allahu xhaleshanuhu. Dhe gjithçka që ka ndërmjet qiellit dhe tokës, thot, lum për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të mirat që Zoti ka përgatitur në këtë muaj. Se sa madhështor është ky muaj, Muhamedi alayhis salam po ashtu me një fjali e ka përmbledhur madhështinë e tij pra. Dhe ka thënë: sikur ta dini njerëzit madhështinë e Ramazanit, të mirat që përfshin ky muaj, të donin që i tërë viti të ishte Ramazan. Jo të agjeronin të në vitin, por t'i shijonin dhe t'i përjetonin kënaqësitë dhe mirësitë e këtij muaji të bekuar. Pra, që ne të mund të përfitojmë sa më shumë nga ky muaj i bekuar, duhet dy gjëra t'i kemi gjithmonë parasysh, ndonse prej një pjesë të njerëzve neglizhohen. E para, duhet të dimë se për kë agjerojmë. Një pjesë e njerëzve agjerojnë se e kanë traditë, se agjeron familja apo edhe shoqëria. Një pjesë tjetër e njerëzve agjerojnë sepse duan të jenë empatik, solidar me të tjerët, sidomos me fukarenjt, skamnorët, ndërsa është një pjesë tjetër që është elitë nga besimtarët, të cilët agjerojnë me një synim të caktuar. Ata nuk presin që Ramazani të shkojë tek ta, po ata janë nisur drejt Ramazanit. Ata kanë ecur drejt Ramazanit dhe janë përgatitur për të. Janë pastruar shpirtërisht dhe i kanë pastruar zemrat e tyre. Një prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tregon se si ata e pritnin muajin e Ramazanit dhe thoshte: ne kur hynim në Ramazan, hynim me zemra të pastërta, pra i pastronim zemrat tona dhe nuk kishte aty asnjë urrëtie ndaj njëri tjetrit. Pra, përpara se t'i pastronin shtëpitë e tyre, dhomat e tyre, avlitë e tyre, i pastronin zemrat dhe niyetet e tyre. Dhe e synonin atë që Allahu xhaleshanuhu e kishte caktuar në Kur'an, ku thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, u është bërë obligim agjerimi, sikur që ishte obligim për popujt përpara jush, ashtu që ju të arrini devotshmërinë. Synimi i agjerimit, pra kur e dim se për kë agjerojmë, na motivon edhe më tepër që ne të jemi më të përkushtuar, të agjerojmë edhe me zemër, edhe me gjymtyr, edhe me mendime e kështu me radhë. Kur ne largohemi nga haja dhe pija, sakrifikojmë për hir të Allahut, pra në gjendje agjerimi dhe urie, ne kujtojmë Allahun më shumë. Duke kujtuar Allahun më shumë, ne arrim të synimi
i super vetdijes për praninë e Zotit. Dhe kjo është kur ne faktikisht largohemi nga haja dhe pija në Ramazan, na edukon që një ditë edhe nëse ballafaqohemi me mëkatin dhe gjunahin, të largohemi prej tij, prej mëkatit dhe gjunahit, ashtu siç largohemi nga haja dhe pija, dhe kjo është devotshmëria jo cila pra na mbron edhe super vetdia për praninë e Allahu xhaleshanu. Pra kjo ishte e para, ndërsa e dyta është që agjerimin ta shndrojmë në një agjerim shpirtëror edhe fizik, pra mos mbetemi vetëm në agjerim në një gjendje urie dhe etije. Pejgamberi alayhis salam në hadith ka thënë: kush nuk largohet nga fjalët e këqija, nga punët e liga, le ta di se Allahu xhaleshanu nuk ka nevojë për agjerimin e tillë dhe nuk ka nevojë që ai të largohet nga haja dhe pija. Po ashtu ka thënë, shumë njerëz që agjerojnë nuk përfitojnë asgjë nga agjerimi përveç urisë edhe etjes, ndërkohë gjithashtu ata të cilët falen natën dhe nuk përfitojnë asgjë nga kjo përveç pagjumësisë. Kush janë ata? Ata që agjerojnë vetëm formalisht, vetëm në formë mekanike, ose e adhurojnë Allahun formalisht dhe në formë mekanike. Që të mundemi të kemi një agjerim të përsosur, ne duhet ta shikojmë atë në të gjitha dimenzionet, pra ta përthithim atë në të gjitha dimenzionet. Le të punojmë, le të mos harrojmë se jemi në muajin më të mirë, jemi në muajin ku ne largohemi nga errësirat dhe dalëm në dritën e Allahut dhe në udhëzimin e tij. Në fund, dëshiroj që ta lutem Allahun xhaleshanu që ky Ramazan të jetë i lehtë për ne, të jetë i mbarë për ne edhe me ibadete të pranuara inshallah, sepse nuk ka lutje që nuk pranohet dhe të gjitha punët e mira shumë fishohen në shpërblim. Ashtu si një ditë dielli përfundon në mbrëmje, edhe dielli i Ramazanit do të përfundoj, por do të lërë gjurë në qiellin e zemrave tona. Ramazan të begat dhe agjerim të lehtë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.